Si të lexoni mendjen e njerëzve. Këshillat e sakta për të lexuar gjuhën e trupit dhe gjestet. Përshëndetje miq të dashur. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj. Kjo është një histori e mrekullueshme budiste që na mëson fuqinë e vëzhgimit të kujdesshëm dhe të qenit të pranishëm në moment. Sot do të ndaj me ju këtë tregim të plot, duke u fokusuar në mësimet e thella që ai përcjell për të kuptuar mendjet e të tjerëve përmes shenjave të sjelljes, fytyrës dhe trupit. Do ta rrëfej hap pas hapi me qetësi dhe detaje që të mund ta ndjeni thellësinë e saj. Le të fillojmë me tregimin. Një herë e një kohë, në një fshat të qetë, jetonin dy vëllezër. Vëllai i madh ishte i verbër që nga lindja, ndërsa vëllai i vogël ishte një fermer i palodhur që punonte tokën për të mbajtur familjen. Pavarësisht verbërisë, vëllai i madh kishte zhvilluar një ndjeshmëri të jashtëzakonshme. Ai shihte botën jo me sy, por me vëmendje të plotë ndaj tingujve, lëvizjeve dhe shenjave të holla që të tjerët i shpërfillnin. Një ditë, vëllai i vogël kishte një problem të madh. Kafshët e egra vinin shpesh në ar dhe shkatëronin të korrat. Ai mendoi, si mund ta zgjidh këtë? Dhe i erdhi një ide e thjeshtë por e zgjuar. Ndërtoi një kasole të vogël në mes të arës dhe i kërkoi vëllait të verbër të ulej aty gjatë ditës. Nëse dëgjon ndonjë kafshë që afrohet, thërit fort për t'i trembur, i tha. Vëllai i verbër pranoi me kënaqësi, sepse donte të ndihmonte. Kjo metodë funksionoi shkëlqyeshëm për një farë kohe. Kafshët largoheshin sa herë që dëgjonin zërin e tij të fortë. Por një ditë ndodhi diçka e papritur. Një drenush shtatzën, e friksuar nga ndonjë rrezik, kaloi vrullshëm nëpër ar, duke thyer gardhin. Pastaj erdhi një mbret me kuaj dhe shërbëtor që po e ndiqte për gjueti. Mbreti pa kasolën dhe burrin brenda saj, ndaloi dhe pyeti me zë të lartë, "A ke parë një dre këtu? Në cilën drejtim shkoj?" Vëllai i verbër u përgjigj qetë, "Madhëria juaj, unë jam i verbër. Si mund të shoh një dre? Por mund t'ju them diçka, kafsha që kaloi nëpër arën time nuk ja vlen të ndiqet. Po humbisni kohën tuaj kot." Mbreti u habit shumë. Si mundi ky burr i verbër të dinte diçka të tillë? Ai urdhëroi shërbëtorët të kontrollonin gjurmët dhe të konfirmonin. Dhe ja çfarë zbuluan, ishte vërtet një drenush shtatzën. Mbreti u mahnit akoma më shumë dhe pyeti, "Si e dite ti këtë pa parë asgjë?" Vëllai i verbër buzëqeshi butë dhe tha, "Madhëria juaj, unë dëgjova hapin e saj të lehtë, frymëmarrjen e rëndë nga shtatzënia dhe erën delikate që linte pas. Një mbret si ju nuk duhet të gjuajë një krijesë të tillë të pambrojtur." Mbreti, i prekur nga urtësia e tij, vendosi të mos e ndiqte më drenushën dhe e ftoi burrin e verbër në pallat për të biseduar më gjallë. Atje, gjatë një darke, vëllai i verbër vuri re diçka tjetër. Ai pa tek mbretëresha shenja të fshehta tradhtie, lëvizje nervoze, heshtje të çuditshme kur flitej për besnikëri. Dhe tek mbreti vet, ai ndiu një natyrë koprace, si ajo e një tregtari që kursen çdo monedhë. Mbreti u trondit kur ia tha hapur këto. "Si diti këto pas sy?" pyeti ai me habi të madhe. Dhe kështu, vëllai i verbër shpjegoi sekretin e tij, jo një fuqi magjike, por një aftësi që çdo kush mund ta zhvillojë me durim dhe praktikë. Para se të hyjmë në detaje, le të ndalemi pak te parimi themelor që ai theksoi. Parimi kryesor. Përqendrimi në të tashmen. Vëllai i verbër tha, "Para se të përpiqeni të lexoni mendjet e të tjerëve, duhet të qetësoni mendjen tuaj plotësisht. Nëse mendja juaj është e zënë me të kaluarën, pendime, zemërim të vjetër, ose kujtime të hidhura, ose me të ardhmen, plane, frikëra, dëshira, atëherë nuk do të vini re shenjat e holla. Duhet të jeni plotësisht të pranishëm, si një liqen i qetë që pasqyron çdo valë të vogël. Vetëm kështu mund të vëzhgoni pa paragjykime dhe pa shpërqendrim. Kjo është baza e çdo vëzhgimi të vërtetë. Në budizëm, quhet mindfulness ose sati, të jesh plotësisht këtu dhe tani. Pa këtë, çdo përpjekje është e kollë. Mendja e shpërqendruar është si një pasqyrë e pistë, nuk reflekton të vërtetën. Tani, le të shkojmë te 3 teknikat kryesore që ai mësoi mbretin. Teknika e parë, sytë, dritaret e shpirtit. Sytë janë vendi ku mendja zbulon më shumë sekretet e saj. Vëllai i verbër, edhe pa i parë, kishte mësuar të dëgjonte përshkrimet e të tjerëve dhe të kuptonte nga zëri dhe konteksti. Por për ne që shohim, sytë janë thesari më i madh. Së pari, bebet e syrit.
Kur bebet zmadhohen, personi është i interesuar, i tërhequr ose i emocionuar nga ajo që dëgjon ose sheh. Është një shenjë natyrale e kënaqësisë ose kuriozitetit të vërtetë. Përkundrazi, kur bebet zvogëlohen, mund të tregojë zemërim, pakënaqësi ose mospëlqim. Është si një derë që mbyllet butë. Pastaj, drejtimi i shikimit. Nëse dikush shmang shikimin direkt, shpesh fshet diçka, një gënjeshtër, frikë ose turp. Nuk është gjithmonë faj, por shpesh një shenjë se diçka nuk është në rregull. Një shikim i qëndrueshëm dhe i qetë, nga ana tjetër, tregon ndershmëri, besim dhe interes të vërtetë. Mos harroni vetullat. Kur vetullat ngrihen lart, është surprizë, habi ose kuriozitet i sinqert. Kur ulen poshtë dhe rrudhin ballin, mund të jetë shqetësim, dyshim ose mendim i thellë negativ. Vëzhgoni këto me durim. Mos nxirrni përfundime të shpejta, kombinoni me shenja të tjera. Por sytë rrallë gënjejnë, sepse janë të lidhur drejt për drejt me emocionet. Teknika e dytë, shprehjet e fytyrës. Fytyra është një libër i hapur për ata që dinë të lexojnë. Çdo muskull i vogël lëviz në përputhje me mendjen, le të fillojmë me buzët. Një gojë e shtrënguar fort, buzë të ngjeshura, tregon mos pajtim të brendshëm, refuzim ose dëshirë për të mos folur. Personi mund të jetë duke mbajtur fjalë të hidhura brenda. Nga ana tjetër, një buzëqeshje e vërtetë, ajo që quhet buzëqeshje duçene, përfshin jo vetëm buzët, por edhe sytë që shkëlqejnë dhe faqet që ngrihen. Është shenjë e gëzimit të sinqertë. Buzëqeshjet false mbeten vetëm te goja. Rrudhat në ball janë po aq treguese. Rrudha të thella horizontale tregojnë konfuzion, përpjekje për të kuptuar diçka të vështirë ose shqetësim të madh. Rrudha vertikale mes vetullave shpesh sinjalizojnë zemërim ose frustrim. Edhe faqet, nofullat, madje skuqja ose zbeja e fytyrës, të gjitha flasin. Një fytyrë që skuqet papritur mund të tregojë turp ose emocion të fortë. Një fytyrë që zbehet, frikë ose shok, vëzhgonin ndryshimet e vogla. Fytyra ndryshon çdo sekond, por vetëm mendja e qetë i kap ato. Teknika e tretë, gjestet dhe gjuha e trupit. Trupi flet një gjuhë të vetën, shpesh më të ndershme se fjalët. Fillojmë me lëvizjen e duarve. Nëse dikush godet shpejt gishtat mbi tavolinë ose një sipërfaqe, është shenjë mërzitjeje, ankthi ose nxitimi. Trupi po thotë, dua të largohem nga kjo situatë. Krahët e kryqëzuar janë si një mur mbrojtës. Personi po fsheh emocione, po mbrohet ose nuk është i hapur. Është një barierë instinktive. Animi i trupit është shumë tregues. Nëse dikush anoni trupin përpara drejt jush gjatë bisedës, kjo tregon vëmendje të plot, interes dhe dëgjim aktiv. Trupi po thotë, jam me ty plotësisht. Prekja e shpeshtë e fytyrës, si prekja e hundës, gojës, veshëve ose qafës, shpesh tregon shqetësim, pasiguri ose përpjekje për të fshehur diçka. Është një gjest vetë qetësues kur mendja është në trazim. Por mos harroni, këto gjeste duhet të lexohen në kontekst. Një person mund të kryqëzojë krahët sepse ka ftohtë, ose të prek fytyrën sepse ka kruarje. Prandaj, kombinoni gjithçka, sytë, fytyrën, trupin dhe gjithmonë me mendje të hapur. Në fund të tregimit, mbreti e kuptoi se urtësia e vërtetë nuk vjen nga sytë fizik, por nga vëmendja e brendshme. Ai falenderoi burrin e verbër dhe premtoi të praktikonte këto mësime në pallatin e tij. Dhe mesazhi përfundimtar i kësaj historie budiste është ky: të kuptuarit e të tjerëve nuk është magji, por durim, qetësi dhe vëzhgim i kujdesshëm. Duke qenë plotësisht të pranishëm, pa gjykime dhe pa nxitim, ne mund të shohim atë që fshihet pas fjalëve, emocione të vërteta, mendime të fshehura dhe madje edhe të vërtetën më të thellë. Praktikoni këto çdo ditë, uluni qetë, vëzhgoni njerëzit rreth jush me dashuri dhe kuriozitet, pa dashur të gjykoni. Gradualisht do të filloni të lexoni botën si libri i hapur që është. Faleminderit që dëgjuat këtë histori. Shpresoj të ju ketë frymëzuar të jeni më të vëmendshëm në jetën tuaj të përditshme.